Pas mesnate në ora 12:30 në fshatin Leonov, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 27 vjeçar nga fshati Shipkovice Tetovës, pasi gjatë kontrollit ndaj tij është gjetur një lëndë pluhur me ngjyrë të bardhë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të ngrihet parashtresë përkatëse. Dje në orën 17:45 në rreth rrotullimin midis bulevardit Ilinden dhe Iliria në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë e trafikut rrugor Tetov kanë privuar nga liria një 28 vjeçar nga fshati Bogovin. Ai, duke drejtuar një moped me targa të Shkupit pa leje drejtimi, ka qenë pjesëmarrës në një aksident komunikacioni. Për ngjarjen është njoftuar prokurori publik me udhëzimet e të cilit mopedi është konfiskuar, ndërsa ndaj personit do të ngrihet parashtresë përkatëse. Dje në orën 18:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një burr 28 vjeçar nga një fshat i Gostivarit ka raportuar se rreth orës 6 është sulmuar fizikisht nga gjyshja e tij, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 20:45 në sektorin për punë të brendshme Gostivar, një 43 vjeçar nga Gostivari ka raportuar se rreth orës 19 në rrugën Vëllezri Gjinoski, para një objekti hotelierik, është sulmuar fizikisht nga një person, po ndërmerren masa për zbardhjen e ngjarjes. Dje në ora 21 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, një grua 28 vjeçare nga një fshat i Gostivarit ka raportuar se bashkëshorti i saj rreth orës 18:45 në shtëpinë e tyre i ka sulmuar fizikisht dhe me një send të fortë atë dhe djalin e tyre 10 vjeçar, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Sot në mëngjes rreth orës 2:10 gjatë asistencës zyrtarëve policor nga sektori për punë të brendshme Gostivar në qendrën urgjente në qendrën mjekësore të Gostivar, një qytetare nga Kërçova ka filluar të sillet në mënyrë të pahishme dhe agresive, duke bërtitur dhe duke hedhur sende, me çrast ka sulmuar fizikisht edhe një zyrtar policor. Ajo është privuar nga liria dhe është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme, pas e cilës do të vijojë parashtresë përkatëse.